Dhe ja ku jemi dashurisht në pjesën e dytë të emisionit, unë e thash në fillim që në pjesën e dytë kemi rezervu për këtë ata që dëshirojnë me ëndje me u dobësu. Është një punë e madhe për të dobësuar, përveç dietave edhe ushtrimeve ka edhe shumë marifete tjera, e të cilat do t'i flasim me një trajner fitnesi i cili shumë vite ka në këtë fushë, që kujdeset edhe për ushtrimet, aktivitetet fizike, por edhe për të ushqyerit e klientëve të tij. Është Egzan Shkololli sot me mua. Mirë se erdhe Egzan. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi me të pasur ju prej PES Marr Prishtinë. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë. Edhe faleminderit që po na mundson me shpresu që do të dobësohemi. A do të më shpresua ka shumë shpresë që dobësohemi? Po, shpresa. A mjafton mos më dorëzu, Egzan? Shpresa vdes e fundit nuk bën më dorëzu. Ku para më bëj të deke plot tani unë. Ja. Ai gare. Nuk i lojmë na ashtu. Nuk i lojmë, ha? I dobësojmë. Kur ja nisim, kena me pru klientin tamam me bo fit. Që na shqiptarët në përgjithësi Egzan e kem shumë përgut çdo sen, po duam të dobësu se kam u martu verës, po duam të dobësu se kam shku në pushime. A është kjo konsistencë, a mujna bashkë çashtu më dobësu let, qysh dalin do video në për TikTok-a, në për Instagram-a? Është e gabimshme. Me dasht me mu ligë shpejt është e gabimshme, mundet mu konë edhe e rrezikshme. Ti duhesh me aqit vetit një matematik. Ti nësi i kishtu disa kila, nuk i kishtu për 10 ditë, ose 15 ditë. Po i kishtu ndështë me muj tana, edhe tash po dënë ti për 2 ditë, 3 ditë mu ligë shpejt nuk banë. Po mundesh mu ligë, mundesh mu dohë ma bukur, brenda mujit, po tash mu dohë krejt perfekt, nuk mundesh. A din çka është shumë dileme, Egzan? Tash ti si trajner të vinë kliente të ndryshme, kliente dhe klient. Po. Qysh është e mundur që shpesh është ai motivi për 10 ditë i hupin 5 kg shpejt. Tani kilogram tjerë është më vështirë me i hup. Pse është kjo? A hupin ujë të tepërt në trup, a çfarë është esenca? Së pari largohet uji. Okej, nëse hin ti në dietë rigoroze, në dietë ekstreme, largohet uji së pari së bashku me dhjamin. Largohet një pjesë e ujit që ta dhe bjen në pesh doket që ki humë shumë shpejt. Pas ta janë njës me punu trupi me shkri dhjamin. Edhe dhjami shkon kadale të u shkri. Qështu të është realiteti. A është kjo pak, po të pësë edhe prej eksperiencës tonë, a është pak demotivu se mandi kur janë nisin me hup ma nga dalë, a i pregadit? Unë i pregadit në fillim, i kalzej që gjdo fillim shkon shpejt. Po me kalimin e kohës dush me pas kujdes se trupi mundet edhe me stagnu, më ndalë, mësë me humbë as një kilë. Edhe kjo nuk guxon ty me të ndalë, me të dëshpru edhe ti më ndalë. Ti dush me ditë vizionin ku do me shku, edhe pa dyshim se ka mu të shpërbly mundi. Kërkujna nuk i shkon mundi hush. Kërkujna as nuk i ka shku deri tash. Po, duhesh me hecë rrugës, ka me pas sfida, ka me pas lëndime, besoj, ka me pas problemet ndryshme, po ti nuk guxon më ndalë nëse do me regullu trupin, me ndrejsh trupin. Duhesh me hecë. Kur po thu nuk guxon më ndalë, qysh rekomandon ti si trajner fitnesi? Sa herë njaft me ushtru, sa orë njaft, a ma shumë duhet me bë ushtrime apo kardio për me hupesh ma shpejt? Qysh janë formaliteti që e rekomandon të shumica e klientëve? Po mbare ta shkrejt prej njerëz, prej klientit se qka dënë. Ka klient që dënë me humë pesh. Dënë është i shëndosh edhe ka ardhë me humë pesh. Që s'ka interesim me u formësu, po me humë kilogram? S'ka interesim edhe ata nuk kena nevoj me forcirat shumë me ushtrime, për shemë, mi vëzullum, në atina është mirë mi aspegu për ushqimin, mi folë që ushqimi është në rëndë parë. Do të me ditë se ka shumë që i vinë palestër tonë edhe më thojnë, po du 2 herë në ditë e më ushtruhe, kështut, unë nuk ja u preferoj edhe ja u këpus me njerë, i thomë është gabim. Se ti ushtron 2 herë në dite, po në bas 2 jave ti ki mu lodhë, ki milion krejt, edhe sportin, edhe ushqimin, edhe ki mu shregullu. Ti fokusin dush me pas të ushqimi. 3 deri 4 herë një mu marrë më sport, është okej. Vetëm 3 deri 4 herë? Po, për personat që kanë mbi pesh, o fjalla, sa ata jonë pak ma të rondë, do të me pas kujdes, mundet mu lëndu ndër një muskull, organet, zemra, punën ma fështirë, se ka peshen pak ma të madhe, do të shumë me pas kujdes të këta persona. Po unë gjithmonë një foli për ushqimin. Ushqimi është në rënd të parë. Nëse nuk ka ushqim dur, qysh unë ja ushkruj, atëherë edhe sportin nuk ka pse bën. Na gjithmonë, na që ushtrojmë, që si jemi trajner, klientët, kur ju shojmë juve trajnerave, ju kanë nga një herë dhe merë një bukë ose një diçka. Po ju e keni ndoshta edhe konstruktin e formunë edhe mundi me bo cheating day pak ma shumë se na. Normal. Qysh vjen një person deri të qajo liria për me bo një cheating day?
Une e llogaris kështët. Une punoj me kalori. Trupi jam e dallon kur e ka kalu limitin e kalorive. Evrej, do më thonë... Nuk nihesh mirë, apo? Nuk ndina mirë, i frym, ka shumë qka. Po kjo bën edhe me përvoja bën vetën. Vitet edhe ushqimit, tash unë i di këtë ushqimit, sa kalori ka që ajo, qa të bën që ajo, çfarë efekti ka. Apo kuptane, tash përvoja e bën këtë vetën. Kur te proj evrej, kur jam minus, do më thonë mongi me kalori, edhe ato evrej, edhe shkoj ushqena ha. Po kur du për shambull me hongër ndë një ushqim që... Sështë i rekomandu më të ishën detëshëm? Une edhe e ha. Nuk e kom të lashës, unë ja bëj hyzmetin, ushtroj 2-3 herë në dite për veti. Edhe të është jam serios, nëse kom hongër tash, unë të nesëm, apet e kom jetën serioza, apet vazhdoj më ushqim të mirë, apet vazhdoj në regull. Nuk është për shambull që mu që aja mundet me më shregullu dhe me më aprish krejt ditën. Muj me hek, muj më koni thiru, mbesa ndë një dark, ose ndë një ditlindje. Dosëm, vera tash. Ndë një ditlindje, për shambull me pas ditlindje nona jeme, edhe unë mës mja hongër torte nonës teme, mu që apëm vynjeta. Apo koptan, unë duna me hongër, me shiu, me na shku ambel në gjirin familjar gjithë shka. Edhe të shi kujdesna për 80-90% e ditëve tjera ha mirë, kujdesna, apo kuptan, nuk bën tash me hi krejt serios, krejt rigoroz ashtu, se s'kem nevoj. Se trupit i vynë ka njerë dhe disa i ndyrë në të këshia. Disa sheqerna, adin është i vynë trupit, po jo me tepru, jo tash me voti rutin 3-4 herë në dite me hongër kesh. Po, ose që kemi shprej, sot kum hongër, ëmbëlsira e kum prish, po hatash edhe ne. Po qa edhe, që ata ta spjegova, mund është më hongër një shujt e ki ndaj fes, ndaj ditlindje, ndaj diçka. Po tani qaq. Edhe tani e kryin me që ato tani i lidhësh jetës serioza apet. Po. Ajo që kam lënë për shtype, për shamull, çdo trajner kur pës, ata lirisht thonë po mund është një fej 2 buk me hongër në ditë, se trupi ka nevojë edhe karbohidrate. Qysh është e mundur, që unë për shembull nashta shkon 30 ditë që nuk ha buk, një ditë nëse ha, më duket se qa ditë i shtova peshën, po flas tash në emën të klientave. Po duket se gluteni ta jep qatë njësi. E fryrjes. Po, qatë fryrje, ki gërqa, ki gazra, dhe ta jep qatë njësi, po në fakt ti nuk i shtu një kil 2, se s'ki shansë mi shtu ti me 2 feta, po nuk ki është logjikshme, po ta jep qatë njësi, ndjesh rand, se karbohidratet t'jepin gazna. Apo kuptan ti frynë zorë pak. Po ti dush me ditë qa me bo pastaj, dush me përdor ushqime me fibra, me përdor ndër një detox edhe mu këthy në gjendje t'rregullt. Tash ka mbi 15 vite që i trajner, po përveç aktiviteteve fiziket, po ashtu edhe në bizneset tjera që ke, merresh edhe me ushqime të shëndetshme, që janë në proporcion me fitnessin dhe aktivitetet fizike. Një person i cili është mirë duke shku, duke u dobësu mirë, ta zëmë. Nëse unë vitet ti dhe tham, e gëzën du me i hik 10 kg. Edhe ti ma jep mu dietën, planin, ushqimin, aktivitetet fizike. A mund është i me dalu kur unë po bëj qitë, po të rathoj, po ha ushqime që ti s'mi ke shkru në plan, a e dalën ti prej mënyrës sa po hupi, a e dalën ti prej energjisë tem, qysh mund është me përcjellë, se jo çdo klient është i sinqert. Po, vrehet se treningi mas pari nuk është që duhet. Kur ti hanë ushqim të keq, ti treningi nuk e bën me zemër, nuk e bën me ndjenja. Treningi duhet më bën me ndjenja. Në fitness duhet me shku me ndjenja, duhet me ndje ku jetu shku. Jo veç me shku hajtë se kom pagume, po duhet me hinta. Duhet s'pëdi që me thonë, duhet me përjetu, me mu mishnu me to. Po, duhet me përjetu qatë ushtrim që e bën me ndi muslin që jetu e ushtru. Që kjo është e para. Dhe e dyta dalohet në pesh. Abden i ikin peshorës. Se unë e kom bashkë në hymje të fitnessit, bashkë në hymje mrenda të palestra, jo këtu të recepcioni, po bashkë në hymje, e kom aty ku hinë klientat me njerë, hypin matën edhe hinë mrenda, ose edhe kur të krynë. Me këta që i pënoj pak ma privat që i kam, këta dikush i ikë, hinë mrenda nuk... Nuk dojnë o matë. Po, edhe trening, thotë valla diçka si jam sot, da kësha mujtë me ndajt veç në pistë vrapimit, në trak, në bicikull, vrejet. Ndërsa të personat që jonë në ushqim serios, kanë hongër mirë, jonë asi, ata bojnë edhe pyetje shumë i shë, kanë vullnetin ndryshe për sport. Hajde të bojmë edhe qësa, qitu më dhe pak pesha ma shumë, abdin se vrejet, se kur hanë ushqim të mirë, ti e ki edhe energjinë e mirë. Abdin kur hanë ti keq, ti s'ki vullnet edhe për sport. Bjanë me njerë, edhe vrejet, që tu vrejet mas shumë ti. Të shiko edhe raste tjera që mungan të që ndër një mesaj, nuk pa muj me arë, se më ka dalë një punë. A vëdin, mesajët ndryshë. Para se me fillu, se do t'i përgatisim bashkë me Gzoni sot 2 receta të shëndetshme, të cilat rekomandohen me qenë pjesë e planeve ushqimore, po dua edhe një pyetje. Kush të ndihmon me humb peshë ma shumë, traka, bicikla apo shkallët? Ushqimi.
Lena tojna. Nëse me ndonë me humë pesh, ushqimi është 80%. Po flasim për ka mënyra profesionale, mi ja u shpjegu edhe shikuzve, adin që me kapat a mirë, mos me mendu që veç fitnesi. Mos me mendu ata tash për shembull me shku me ndajt në trak, aty mu sakatu 1 orë gjys, e kur shkojnë shpim me hongër pite me zela ose çka hajnë, abden atëra të shikën a bo lëm, a kanë prish sistemin. Mas pari duhet me fol profi, ushqimi është nëse të dënë më unë pesh, ushqimi është baza, regullin nëmër 1, gjumi, këto dyat janë bashkë, se ti hasa dush ushqim, të mirë, kur ti flenë vonë edhe qohësh herët, ti dhe më thonjë i qregullum, trupi nuk mbrin me punu që shduhet, nuk mbrin me që ushqimet në vendin e vetë, po dhe më thonë, qregullohet krejt edhe i qënë krejt një ndyrë, krejt gabim, që kjo është, ushqimi gjumit tani vjen fitnesi, nëse ki ko, nëse s'ki ko mundesh ushqim gjumë edhe me dalë me hecë, për njerëzit që dojnë më ligë, me unë pesh. Ndërsa, të pista vrapimit, shkallët apo bicikla, konstatimet e fundit për humbje peshe, ndihmojnë ma shumë peshat. Peshat? Po, me pesha. Djegë ma shumë kalori se me këto. A po, a? Po. Por që dalon edhe prej organizmit, që është dhe organizm është i gatshëm për me qu pesha dhe rana? Po, normal, kuptohet, po bënë edhe pesha normale, jo me qu rana. As do me tha gjithë që rana? Me rëndësi është me qu pesh pak ma shumë se që ka trupi? Okej, këta se pas nga ditë. Kjo pjesa që shpjegove më larë për shtypje e gëzën, sepse emisioni Familja jonë ka shumë mjek që vinë, tregojnë, edhe unë e di që në fitness, edhe besoj që edhe ti ki rastet që ndanë me neve, ka klientë që vinë me shtu pesh, që janë shumë dopt edhe vinë me shtu pesh. Janë pikrisht ata që kur të shtrojnë ju thu me hangër ushqim. Dhe këto është gabimi e këtyne që dojnë me humë pesh, apo këta nuk banë me hangër ushqim as fitnessit? Banë me hangër, po duhet me di qka me hangër. Ana shpjegon pak edhe për këta që dojnë me humë pesh, edhe për këta që dojnë me shtu pesh. Po, për këta që dojnë me humë pesh, duhet me di ca kalori pi marin. Kjo është konkret me kalori, duhet me qenë deficit kalorik. Personi që dojnë me humë pesh, që shtu që është në mënyrë profesionale. Din sa, ta shëmbarës, unë gjithmonë ja u shkruj planet si pas peshës klientit, gjatësis, punoj me ta, edhe ja u shkruj planin për humbje peshe. Adin sa kalori kam i marrë gjatë ditës. Ndërsa personat që dojnë me shtu pesh, ta duhet më konë mbi kalori. Në më thonë, duhet me arrit bagi një sasit madhe të kalorive për me shku me shtu pesh, se këta kanë metabolizmin e shpejt. Edhe ju tretet shpejt ushqimi. Këta personat që janë me një fjallë klikësht. Këta nuk guxojnë me ndi asë një herë në metabolizmin lukthin e tyne urinë. Këta duhet gjithmonë mundi të ngopur. Momentin këta që ndin uri, këta gjithmonë jënë të dje kalori dhe jënë të shku të uran pesh. Këta duhet me ditë këta persona, duhet me gjithë kohën duhet me pas diçka ose në qantë, ose në punë, ose diku duhet me pas gjithë shka me veti për me hongër. Do me thonë, 7.000 kalori nëse i hanë për një ditë, e shton 1 kg. 7.000 kalori nëse i djegë, i humbë 1 kg. Po është shumë shtirë mi djegë 7.000 kalori. Mi djegë është ma shtirë se mi fitua? Edhe mi fitu mundesh, po 7.000 kalori në të mdoja për mi hongër për një ditë. Po ka njerë që i hajnë, po është shumë rrezik. Hale kjo dy njojë, po unë ja preferoj me shku mënyrë step by step. Se trupi regulohet step by step, jo shpejt. Po dhe këta që shtojnë pesh nuk është mirë me shtu vjam, është mirë me shtu muskuj? Me shtu muskuj, me ushqy mirë. Duhet, qëra me shnetën nuk ka hajgare. Unë e gjithmonë, edhe në për emisionet ndryshme kom folë, gjithmonë me shnetën nuk ka hajgare, shnetën duhet me këshyrë, duhet më kujdes që tash për ma vonë mi pas fakturat ma të lira. Nëse tash nuk kujdesesh, ma vonë kanë me të kushtu shumë shtrajt. Sot kena me gatu një sandwich me përshut, jo, me pull. Sot une po mendoj, edhe është një sandwich për gjithë. është sandwich, protein sandwich, ka sasi të lartë proteinit, po mendoj që është edhe i shishëm, edhe me vlera ushqyse, po është edhe i letë më mbaru. Adin, tash duhet edhe shqetohëm i ditë pak se ka njerë që i pritojnë edhe më mbaru. Unë e gjithmonë ju japi recetat që i kanë edhe letë. Për bërësit e kësaj recete është për aty në recetave që mund me marrë në punë, si s'ka nevoj me unë dzej? Jo, shumit, as nuk ka aromë të rondë, se dikush thotë vëlla gëzonën nuk po mëj me marrë ushqimin, se në zyra aty po ankonë për lekt, aromash. Na që ka punojmë edhe që ka ju japi klienta, unë gjithmonë e mendoj, edhe gjithmonë e paramendoj që edhe klientit mi kushtu lirë dieta, mës mi kushtu shtrajt, edhe më konë e pastër për ka ushqimi, për ka vlerat, edhe kolegëve të vetë mës mi u bodëm. Qka ka sandwichi? Sandwichi ka bukë të zezë, po,
Ka gjizë evropiane. Kur është pike gjizën evropiane, më rekzon? Ka rokula edhe avokado edhe patligjon. Okej. Kjo gjizë evropiane me këshyrë hollë, del në i pija, në i prizre, na del ka rrugova, na del ka rrugova, në i pëllektu, lafet Evropu, din Evropa që ka o gjiza. E gare, ka prodhimet të ndryshme, po nuk ka i ndryshëm kjo. Jo, kjo është 24 gram për 100 gram produkt, i ka 24 gram protein, që e bën super produkt, që e bën një ndër produktet shumë të mira që njeri mundet me konsumu çdo ditë. Kur e konsumojmë këtë sandviç, a kemi nevojë me pi smoothin protein mas ushëtrimeve, për shembull që e marrim gjithë? Po, smoothin po. Gjithsesi. Mbas ushëtrimeve po. Okej. Mbas ushëtrimeve po. Edhe është tash bisedojmë edhe për smoothin. Po tani flasim edhe për smoothin, fillimisht sandviçin. Po fillojmë, po fillojmë. Okej, 2 feta buk të zezë, megjithse na mendojmë që nëse hekim bukën mund të dobësohemi, trupi ka shumë nevojë për karbohidrate, po të shëndetshme. Normal karbohidrate të shëndetshme. Fli, jo qasi karbohidrate. Jo, ato janë shumë të rrezikshme, Ndajherë tha dhe gëzoni, ndaj ditëlindje, ndajherë kur gjo nuk e vren trupi, nuk e dallon, po shumë e egzageruar është pak problem. Po. Se nuk është kur gjo. Gjizën evropiane fillimisht. Ka me takuaj shumë qëta kur ki më hongër ma vonë? Ju për hoqë tash? Jo, unë s'për presh ma vonë heq. Unë e kështu i respektoj misafir, të ushqimet që i përgatisin direkt. Edhe më na ep notën, ha? Notën, po. Qërë unë, qëtërsan është muhabeti që rruhemi, qëtërsan është që jam gurmane. Se kështu kam qef me provu ushqimet, më pëlqen. Edhe unë gjithmonë, unë mu shumë shkon përdore. Po veç i provoj e gëzan. Mu shumë shkon përdore kuzhina. Apo? Po, shumë shkon. I kom gja mamit, se nonën e kom shumë edhe ajo, ka din me përgadit, se mamin e kom prej Tetoves. Ja kanë zanat Tetova, e di, kam qenë e kone luftës, ande. Edhe i kom gja sajna, më ka pëlqy edhe mu më pëlqen, se kom qef me hongër mirë, kom qef më kujdes për shëndetin, po kom qef edhe me ndimu edhe njerëzve tjerë. A din me ja spjegu për ushqimin. Ndjese e mirë, kur i ndimon dikujt me arrit ëndrën që danë, me u dobësu për shembull. Rrokulla i qitat, unë e përdori mishin e bardhë, tymosun. Po, pse e gëzon? Pse është mish i mirë se nuk ka kontakt me vajin, nuk është i skuqun për dietat e mia. Unë gjithmonë klientëve kom qef, kur ju shkruaj planet, kom qef me i mësu për me hongër gjëra të zime, me ujin që shën zi, qajo është ma pastër, po jo të fërgume, se ti mundesh për shembull edhe mishin e fërgume, mundesh shumë sende mi fërgu, po jahu vlerat vajge, plus edhe merë vajnat ndryshme. Mish i bardhë i tymosur, i cili edhe nuk ka nevoj me ngro kur e merë sandviqin me vete, ose e kishëm të kashëm. Edhe ka proteina të mjaftueshme. Po, proteina ka shumë, mish i bardhë është shumë i mirë. Ja vlen, që ky mish është shumë i mirë. Se ka shumica njerëzve që nuk dinë që ekziston mish i bardhë i tymosur. Ka shumë njerëz që nuk e dinë. Edhe nuk gjendet shumicën e marketeve, vetëm në disa. Mish i bardhë që e përdorim në vazhdimsi çdo ditë, me që thuhet që janë të injektuar, nuk janë pula fshati, nuk janë pula mish taman. A mundemi edhe prej tyre me utrash na me shtu pesh? Prej mishit bardhë të cilën e marrim që është i bukur, një pulë e bukur e fryrë që ka... Po, që është e, po mendon që është e rritne me artificial, me hormonet ndryshme. Me hormone, bravo. Po, nuk mundet me qena e që mundet me të shëndosh, po ndoshta mundet ma vonë me ndiku diçka keq. Në qartë. Apo kuptan, se s'mundet me të shëndosh, se ti nuk e hanë çdo ditë qëta. Apo kuptan. Po, unë shpresoj edhe besoj të kompanit tona në Kosovë, se unë gjithmonë i përdori ushqimet, prodhimet tona, kom qef mi përkra, edhe besojnë ta shumë, unë si trejner, edhe i përdori se janë të fresta, dhe besoj që janë rregull. Janë taman që duhet. A din, po duhen me besu, po. Rukoll e domate. A duhet me konsumu çdo ditë mish, e gëzon? Mishin e bardhë mundesh. Mishin e koq jo? Mishin e koq 2 herë njave preferoj. 2 herë njave? Peshk? Ose ushqim deti? Po, ushqimi detit është i mirë, po edhe në ushqim detit duhet më pas kujdes, edhe ushqimi detit është i ndryshëm. Apo? Po. Cili prej llojeve të peshkut rekomandohet gjatë ushtrimeve, gjatë kohës kur dojmë me humbë peshk? Se janë disa që kanë edhe kalori shumë. Po. Salmoni? Salmoni është mish i pasur. Okej. Është i mirë, po
pak shtrajt për ekonominë tonë. A vëdin? është pak mish i shtrajt. Ja vlen më përdorë, po është pak mish i shtrajt. Po mundem me vazhdu me tuna. Që mundesh me qitë në salatat ndryshme, me kombinu, mundesh me bo dhe sandviqa me ta. Edhe ma lirë, po edhe vlera ushqyse. Edhe ato peshqit e vegjel, sardinat, si thom, edhe ato janë shumë të mira. Edhe ato munden mi përdorë. Okej. Tash ka metë edhe avokadën. Kjo është një shujt mëngjesi? Po. Mëngjes edhe drek. A bon edhe drek? Po, mundesh edhe drek. Tash halli madh është se sandviqi në para kamerës është pak probleme ongër e këzonë. Lëshat, shkon të tra sandet. Po më se hati para kamerës, le ma vonë. Ma shumë e shian. S'pam prit e to e këzonë. Ma shumë e shian. Gjithçysh kjo është e jamja. Po e provoj që mësë me mujtë me kërkush me ongër tani. Edhe kryp me pas pak. Mundem, nëse donë dikush. Ka persona e këzonë që thonë unë e hash dhe di salat, po edhe salata duhet me di që është me u përdore. Po duhet me di sepse jo edhe në mbrami, për shembull janë disa salata e gjelbër që nuk tretet letë në mbrami nëse janë. Po, duhet me di mu kombinu. Që kjo është një sandviq. Sa i bukur për do këta. Është i bukur. Që tje qatje para kamerës se këzani herë? Kur gjo nuk është i bukur, qka është i shishëm. Edhe ka vlera ushqyse, ka protein, yndyrë në të mira, ushqimi i letë më mbaru, edhe i lirë më mbaru. Edhe i letë me marrë në punë me vete, se zakonisht ankohë me jo, po në punë s'po kem që marrë, po do të me përësi. Edhe me mira është se ka persona që i thojnë, jo mërë kjo së mdel, besam që kur anë qëta ka me të mbajt në gjitë sa të dush se ka vlerat proteinit shumë. Qa do të me ditë njeri, se kur hanë protein, kur ngopesh me protein, ti ki mundi gjatë ditës full energji edhe i ngopur. Kur ti merë pak protein, ti këtë ditën ki më konë undë. Qëka dush ty me qitë mongër, ti apet ki më konë undë kur hanë ushqime që s'kanë protein. Sa mirë që përmene këta akzonë, se një dytën person që ta kanë thëtë, në shush s'po moj bre mungi, s'po mdel, që shush që kjanë djesia me menagju trunin me lukthin. është djesia se gabimet jonë që që njerëzit nuk marin protein sa duhet. Këto është, me thonë. Gabimi numër 1. Protein duhet me marrë një, nëse dënë, tash po folim profesional që me jau spjegu edhe shikuzve edhe klientave, krejt me ditë ata. 2 gram protein shkon për kil. Nëse një person i ka 60 kila, ai duhet me marrë 120 gram protein dite. Përmes ushqimit edhe përmes proteinit pluhur. Mundet me marrë. Kur te arin me marrë që Sasi proteinit të garantoj që ti ki mu dok edhe ma bukur, ka më janis likura, gjithë shka më të përmirësu, ki mu konë ma në disponim, ki me pas organizmin ma të shpejt, ka me të punu ma mirë, gjithë shka ki mu konë ma mirë, edhe ka me të kushtu ma lirë. Se ki me hongër pak, e ki me ngop shumë. Oshtë me të qajo se dietat kushtojnë, dietat kushtojnë. Ja, po që kjo është gabimi njerëzve që nuk ju jap hapsin me fol njerëzve që din për këtë punë. Po, folin, ka unë kom di shumë mjek që edhe proteinin në shajnë. Nëse abuzohet se cila... Jo, proteinin, do më thonë proteinin... Proteinin plunë e këtë fjallën? Proteinin plunë. Aha, okej. Ato e shajnë. S'ka pëse me shajtë. Proteini plurë është i marun për njerëz, është i marun për neve, se nësë mundem tash për shambull, mi marë në 120 gram me njëra protein. Dush përmes vove, përmes mishit bardh, përmes qësaj gjizës, përmes proteinit plorë. Këta kuptojnë meraklit e proteinit. Është zërë mi au spjegu dikujna që nuk din që ka proteini. Abdi se apet aje e këthën në sugjuk. Më falë shprej apet, aje me nënë e ka menjët e sugjuk i jomër se ma mirë sugjuk. Ngina me ta. Si do mas në peqë është... Peja është, që tam kamet me përmen, të në kohën. E dita si fejon që e nuk e le pa e përmen. Kena tradit. Po mirë është. Halli ma i madh e këzanë, që po besoj edhe klientet të janë të ta thonë që ditë është barkun që shme hek. Bark i heket në kuzhinë, thashme. Bark i heket në kuzhinë, bark i heket deficit kalorik. Veç që kjo është barkin që ta hek. Deficiti kalorik ta hek barkin ta bënë rafsh. Edhe ushtrimet e barkut? Ushtrimet e barkit, ato janë një ndimes. Po, thash edhe merë, të ushtro sa dush, sa ka tau të ushtru, kur ti hanë kesh e shën kalorinë, numërin kalorive të lartë,
Badihava është. Badihava, se ti po merë kalori, po djekë që aty që pak me një trening 300-400 kalori i djekë. Knena i merë dhe më thonë ti me një macchiato edhe me një lang, i merë me njerë 400 kalori. Që e vesh një macchiato edhe një lang. I more ti 400 kalori. Ku është ushqimi që ti ki me hongër gjatë ditës, hanë, ku me ditë ndaj Snickers, ndaj keks ullësh me dikant familjes, ndaj ushqim, do arore, ndaj një pëm, ndaj një shtapich, abden, ka kombinimet ndryshme dhe ti pup, ki hypnel. Edhe të në shqithush ku s'pë lignë. Qëtojnë që to kalorit... Badihava është tranë. Po, deficit kalorik për ata që dojnë barkin me pas rafsh. Okej, do në shpesoj që i kanë, se s'po na pëlqenë si informacione, po nëse dojmë... Po, djune që s'pëlqenë, po dikush edhe i merë për bazë edhe jashë hajrin. Po, është shumë e vërtit, edhe krejt ata që e kanë marrë seriozisht kanë pas sukses. Unë po besoj ki plot histori suksesi që për këto 15 vjetë mund është me nda. Shumë, kena histori suksesi, sa... Sa është personi që mas që i kështë do me neve, pa emna normalisht, që ka pas shumë kilogram dhe që e ke pru ashtë që shket ashte? So kom problemu në mujme dhe me qitë me foto qëtu, me ta kalzu. Nëse dënë. Po? Së është problem. Sa kilogrami ka pas? 40-50 kilogrami ja këna hupë. Për sa ko? Për 2-3 mujë. 2-3 mujë, 40-50 kilogram? Po, veç ka vujta i shumë për meje. A po? Po, veç ka qenë indëgjushëm, e sigurisht. Indëgjushëm, qëto janë krejt transformimet tana që i postojmë na për me ditë klientat me kënd kanë punë. Po, gjemat, rostin... Që, tash po ta gjej, që Që, ama ta këtej ka kamerat? Veç baja gishtin më stik. Okej. Se cila kamerë jam të kjo? Sa kilogram sa i ka pos? I ka u 40 kilogram? Që e ki aty po të shkrumëm. A po, se s'pëshon. O, 135. Tash është 95. Ki plot aty, që si transformimu. Sa ditë më vynë mu me hik 5 kilogram e këzanë? 5 kilogram? Po tash më varet. Nëse dojmë me hi pak ekstrem, adin me hi pak në dietë ekstreme, po... Për shambull, për flasë ekstreme, për mësë me përdojrë për një periull shkurt karbohidrate hish. Sa? 15 dit, 20? 15 dit, 20 dit max. Asmi karbohidrat? Po, adin pak me marë karbohidrat, se karbohidratet në vynë, se në epin energi. Po për shambull, për qëto, për shambull... 20 dit, azo? Po, e ki e hek, dhe më thonë, hek ujna dhe besoj vjam humbi më bagi. A e bojmë një challenge. Sa dush data, kur po gjyrojmë, 26. Ajde, fillojmë 20 dit me mi hek 5 kilogram. Edhe unë pëpustoj një foto në Instagram nëse ti mu mi ke hek 20 kilogram. Jo 20, 5 kilogram. Jo 20 kilogram, jo se deka ta një fluturova. 5 kilogram për 15 deri 20 dit. Hajde, veç ka me qenë shumë e ndëgjushme. Unë ushtrimet i bëjmë Prishtinë s'mi marrën pe, po planin ushtimor ka me ndjek prej teje. Unë kry. Marveshe. Fjalla fjallë. Fjalla fjallë, edhe unë ka me qenë shumë korekt. Qa do që më thu? Vish t'i shkrumi me detaje që mës mja hush në sen? Kërejt t'i shkrujnë me detaje, me orar, qa ki me hongër, kur ki me hongër, edhe krejt kemi miqu me foto. Kuka, mujna mja nisë mërë mas njave se pas na me oftu. Anë ja nisim. A ja nisim mas një, a e ndrojmë bre marveshe. Kur do shte ja nisim? Kuk në një javë ultim, a bën kur thera Basi që të thesh, bën se fa dhe që të ultim. Lem ta shioj që ato, ta shtaj edhe 1 kilogram. Okej, mas një javë, për bojmë një challenge edhe për këshyrëm për mi hup 5 kilogram për 20 dit. Hajde për përgatisim edhe një smoothie për ata që janë fansat të smoothie, po që s'din me i bët shnetshëm. Me pak produkte të shnetshëm edhe të qeshëm. Po, të shnetshëm, të qeshëm edhe nuk bën edhe ta shkrejt të shishmja më konë sa unë e këshyri më konë energjik produkti. Po. A pëten, se ti mundesh me mbaru diçka të shishme shumë, po s'ka vlera u shishme. Drejtëza për shambull nuk është që... Jo, po je ka bërë në diçka që këtë, veç po lodhesh pas 10 minutave të lëshan. Ma mirë diçka me marrë që t'jep energji për 4-5 orë të mbanë mirë, edhe që to sende do të me këshyrë njeri. Do të me këshyrë që apo hanë ushqimet mira që të mbajnë që t'jepin energji. Mos mu hargju as të hola, as ko për ushqime që jonë falë shpreje këtë. Po. Kur jemi të qajo energji, para se me vazhdu të egzanë, nuk du me jau rikujtu me zhvetme, që nuk kene nevoj me pi shumë kafe brenda ditës, nuk kene nevoj me pi energjike, një suplement i tilë në para dite, mundi me shkon gjem, mundi me krypunën, sidomos e kam thonë edhe disa erë, kur keni takimet rëndësishme, provime, data të cilat jeni shumë të ngarkun dhe ju duhet fokus dhe energji, një suplement e ditë vetëm që të keni konsistencë, jo me përdor 3 ditë dhe me nalë. Një e tilë ju mbanë në fokus, ju mbanë në energji dhe nuk keni nevoj dhe nuk e keni ndjesin me pi kafe për me mbajt veten të këfjallë, për me kry takime, për me kry punë, sidomos ata që shkojnë gjim mas dite dhe lodhen të nditen. Një e tilë është shpëtim. Qa do përgatisim banane? Banane, gjallë kikirikit edhe qumsht.
Këtë gjalpën e ke prodhim tonin, apo? Maj miri, po. Gjalpi është... Pak marketing, hajde pa pare, mos i po mi hu 5 kg. O problemi që une kom qef me punu me gjalp të mirë. Oke, dhe kjo është gjalp 100%. Gjithku ku shkoj, kom qef me pasur edhe në Shqipni, në pushimet e mija ku shkoj, e marrë me veti gjalp me kikriki, se vajzat e mija e hajnë shumë. Edhe nuk kom qef une me hongër tulifar gjalpi industrial që kanë sheqerna, i ndyrnat ndryshëm. Kjo është 100% natural, këta prodhojmë na edhe i garantoj se cilit për ta. Tash edhe kur e provon, besoj edhe e dallon. Po, tash unë e provoj dhe dalloj edhe adresën e ki, sa të marrëgjohet, ma një tjetrin. S'është problem. Oke, një gotë smoothie, 200 ml. Po tash më varet sa don ti me bo, sa don 300 ml, don 500 ml. Po unë mendoj që 250 ml është një smoothie mjaftueshëm. Perfekt, po, mjaftueshëm. Me gjalp mundem me shku një lugë deri në 2 lugë të mesme. Varet tash sa të pëlqen ty gjalpi. Ka dikush që është... Mu në pëlqen shumë gjalpin, edhe në shumë shpesh blej, për shembull, e gëzon kikirika që nuk janë të... që janë pa pjek, edhe i pjek i vetë në shpe. A ka një ndyrë ata? A mundemi me i konsumu ata? A konsiderohen pjesë e dietës saj? Gjdo kikirik e ka një ndyrën e vetë. Po dhe të shneshme. E ka një ndyrën e shneshme. Gjdo kikirik, si aj që bleve në market, si aj që bleve pjeket i vetë. Apo? Njajtë është aja. Veç këta që i kine për markete, këta jonë të bo me, dhe më thonë, të pjekne me i ndyrna, me vajna, me këta që i pjekin vetë, mundesh me pa i ndyrhesh, me ujë dhe krep. Po, normal. Ashtu i bajon, fakt. Normal, po. Okej. Qështu. Qa ke pas tjetër me qëtë për gjanë? Vetëm 3 produkte. Vetëm 3 produkte, besoj është jo i mundimshëm, edhe është jonë të vinë 2-3 shije të mira, qumshtit, gjalpit, bananes, një farë kombinimi shumë i lezeqëm, si smoothie shumë i mirë për energji. Dhe që të manë të ngopën, sepse banania konsiderohet një shujt, ka kalorit e mjaftueshme për një shujt. Ka sheqerna të ndryshme. Ka sheqerna. Normal. Shu që të mbanë të ngopër. Normal. Kjo është puna ime. Zakonisht në kuzhinë nuk përzina, i provoj edhe i ha qëto ushqime që përgatisen, edhe eventualisht në grirje dhe bluarje. Njafton. 3 produkte, super e lirë, super e shneshme, super e sheshme. Super e mirë. Pa tjetër. E bën të vetën. Okej, dhe po bëjmë një gëzuar me një smoothie të shëndetshëm. Edhe me më kallëzuar për takunda. Gjithçysh unë jam fan se smoothie-ve. Unë nuk e duroj shumë qumshtin. Mirë. Po kur është kështu, unë i bëj smoothie në shtëpi me ujë. Po, bën edhe me ujë. Unë e vlerave. Po, bën edhe me ujë. Gëzuar. Gëzuar për të mirë. Fantazi. Edhe plus e kinë njësin. Fantastik. Nuk ka njeri që si akunda qëta. Absolutisht që pajtona, që ta përuj për veti ma vonë. Pos ma marin kamermanat. Ekzon, para se me unë do, sepse ka shumë pytje që njerës janë të interesuar. Nuk ta marrë që e kom temen. Qfar pejoni. Para se me përfundu bisedin, ta largaj edhe që të banane. Po du me ditë sepse ka njerë shumë të interesuar atje jashtë që thonë unë po ushtrejnë mëngjes herët, po a gudzej, a është mirë, a rekomandohet me marrë një kafe, më këfill, me shku në fitness, a kafja mundet me të shregullu pak metabolizmin edhe planin e ushqimit? Jo, kafja s'mundet me ndiku në atë pjesë. Nëse pin pak, nëse pin një kafe në regull, po jo me pita është 7-8 copa dhe me janis më ushtu. Aja është po. Gjithdo sendet e pruma është e rrezikshme. Po, për klienti ose njeriu duhet me ditë kur pja dën atina më shumë. Që ta duhet me dalu. Jo me bo vesh rutin me pini kafe. Jo vesh me bo rutin ose po shkojnë me ushtru sabah, se sabah i kam që aty shokët edhe shoqet, adin po bohet mirë atmosferë, jo, se ti ndoshta nuk ndihesh mirë në qatë sport edhe mundet më konë ndoshta edhe e rrezikshme për ty. Ti duhesh me shku kur ti e ndin, kur ti e ki energjin, kur ti e bën sportin me vullnet. Kur ti ushtron me qef, jo me ushtru hatri grupit ose hatri tjerve. Ti duhesh vetë me ditë vetë. Kur trupi jëtë është i gashëm. Kur trupi jëtë është i gashëm. Qa për shambull une,
unë natën, më promjë më bazë ditën, nuk kom ndjenja më ushtru për veti. S'kom ndjenja. Jo, e kom unë e mesin e ditës. Që atëherë kom një farë energjie që knaqna të ushtru. Jo në vetu, në palestër, ushtroj, knaqna, hi mranda në trening, hi në muskuj. Edhe unë mu i më ushtru, edhe në 5 mëngjes, edhe në 10 mazita kom fitnessin tem, po mu i më ushtru, kur të kom qithë. Unë shkoj ushtoj kur unë e knaqna, kur mu ma lyp trupi jam, e mu ma lyp në qatë orar. Dikuj na ja lyp mëngjes, dikuj na mbrame, po tham, njeri duhet me ditë vetë kur ja lyp. Jo me shku për mes shokve ose shoqeve kur i ka aty, avden. Do shti kur ti ndihesh mirë, qatë orar duhesh me shku më ushtru, qatë ko. E qartë. Ti lëm pak ana shta që dojnë me humë pesht, po du me t'i bëha disa pyetje për ata që dojnë me formësu trupin. Janë mjaftu shumë në kilogram, nuk kanë mbi pesht, nuk kanë nevoj me humë pesht, thjesht po dojnë me formësu sepse kanë celulit në vendet të gabuara. Qysh është triki ma i mirë? Për shembull, nëse dëshiroj me i dobësu kratë, a duna me ushtru çdo ditë nga një ushtrim të krave? Ose nëse dëshiroj, thash shumica vajzave dëshirojnë rritjen e vitheve, a duhet me ushtru çdo ditë ushtrime që ndikojnë në rritjen e vitheve, ose në forcimin e këmbëve? Qysh është triki? Sa herë njoftë ushtrohet çaj muskull që e ki të fokusuar? Triki është, duhet me ushtru me program, me pas programin e duhur, edhe jo me ushtru çdo ditë qatë pjesë trupit ku ti po do me ndresh. Që ato që e ki fokusin? Jo, sa ajo është gabim. Se edhe muslit i vynë ko mu rigjeneru me flejt, me pushu, mu ushqy. Ti nëse ushtron çdo ditë të pasme, se unë kam edhe me palestër që i vynë qështu që i shikoj çdo ditë veç qatë pjesë ushtron se do në me rritë, me ndonë që e rritë. Jo, ti e tu e prish. Dhe më thonë ti e tu e të kur me një fjallë, nuk e tu e lonë mu rritë. A vëdin, duesh me lonë mu rigjeneru, 2 herë deri në 3 herë një mundesh më ushtru, qatë pjesë, nëse e ki mangësi. Jo çdo ditë. Çdo ditë është shumë keq. Po këto duesh me shku me program. Me program trajnerit tënd, që ata shun trajnerit, që ka të shaj, që ki mangësi, edhe ka kombinimet ndryshme që mundesh mi bo, këse muslin duhet me godit për shumë pozicioneve të ndryshme, jo veç për një ushtrimit, se duhet me ditë edhe kandet. Po, shamë dhe ushtrimet e këmbëve janë 5-6 që duhet për me i fokusu këmbë. Po, duhet me ditë edhe qysh për ushtron kandet, qysh për ban pozicionet, qysh për nëzën. Se mund në bën gabim. Po, jo, nuk është që ti e bën gabim, po nuk bën kur gjomat punë. Nuk e pëcit, nuk e kap, nuk e qënë gjakin të qaj muskull. Abdin nuk e pumpon me një fjallë. Jo ndo sende që duhet mi ditë. Trajnerin këtë rast. Po, trajneri, po dhe përvoja jote me sport, nuk ki nevoj për trajneri dire shë, vrenë që po ta kapë qatë muskull. Po ju bëj thirje, ma shumë mu konsultu edhe me trajnera, edhe me asi me lonë pak qatë gjibitin, se qatë gjibitia nuk mundet me ti ditë ty që është i ki mangësit e trupit, nuk të shaj ty që është ti e ki pozicionin, që është ti pi mban komët. A vëdin, në regull është din shumë sende, normal që din shumë sende, na të në përdorim, me folë korekt, po për do sende, për do ushtrime, për me të ndaj trajneri, me ti po sende, duhet me trajner gjithë qysh, nuk gudzon me hi vetë se mundesh mu lëndu. Edhe ma vonë mja po sherin. Edhe një pyetje fundit e kam me gëzon. A është më e rekomanduar fillimisht me i bo ushtrimet pastaj kardion, apo fillimisht kardion pastaj ushtrimet? Më varet krejt tash ti shka dërve bo me trup. Ka dikush i dënë me unë pesh, a i duhet mas pari me hi në ushtrime, me hargju energjin me pesha, tani edhe një relax, një 10-15 minutë shën trak, bicikur. Persona që dojnë me shtu pesh, këtu nësë ju rekomandoj, për shemull me hijat, ju rekomandojmë fillim, me hi pak në dzemi me vo, tani me hi mu gjytë pak në pesha, ushtrimet nërshme. Që kjo është formula që duhet me vo. Egzor, unë të falenderoj shumë që na sjellë dy super receta, edhe që na sjellë shumë këshilla që dojmë me i ditë, dojmë me i praktiku, inshallah jemi të vëmendshëm, edhe kismet keni na me bëj challenge-in, edhe me mi hu 5 kg që si ku bupshe 3 vjetë. 5 kg për mu jonë si ma hu një keks. Shumë e thjeshtë. Tash, letë nështë a i hupi, po mu e mi fitu shpejt nëse s'jam e këtëshme. Ja, nuk i fitaj, se na tash bashkëpunojmë, folim, edhe ti kur të shef vetën që e ki bo një barkin të ka regullu, dhimet edhe me prish. E vërtet, është që kjo është e vërtet shumë. Po jo ndo, si që shfolem edhe ma herat, jo ndo gabimet vogla që i boj njerëzit që ato gabime shumë lynë rol.
edhe nuk lojnë me po sukses në do pjesë trupit. E qartë. Na do shihemi prapë, kemi me pas edhe intervista tjera, edhe do të ndëgjohemi. Faleminderit shumë edhe për dhuratën gjalbin e Kikirikut, që për mu është shija ma e preferume, edhe faleminderit për dy super receta. Faleminderit për ftesën. Ishte shumë kënaqësi. Dashur miq, kemi qenë me trajnerin e fitnessit, Egzan Shkololli nga Peja, të cilin ata që janë pe munden me gjithë atje në fitnesin e ti, në ndërkohë, her pasire e frekuenton Prishtinën edhe për me i informua audiencen e ti për këshilla, jo vetëm të aktiviteteve fizike, por edhe këshilla të planeve ushqimore. Nga kjo material ne do të ndohemi, ju le takim të dielën e ardhshme, ju vazhdoni me qëndru me televizionin, kanalet e emisionet e kolegëve tonë. Mos harroni, familja jone gjeni 24/7 në të gjitha rrjetet sociale, në YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, në webfaqen e familja jonë kudo mund të na shkruani, mund të na shikoni, mund të na kritikoni çdo gjë tjetër. Deri në të dielën e ardhshme në ora 16, unë ju lë takim dhe ju përshëndes, paqe shumë shëndet.